Mirë mëngjes, përshëndetje, po kjo ishte le të themi një problematike e mirë në një farë mënyre. Përceruar atë të tjerë. Sepse edhe merret 18.000 lekë e tjerë. Mirë mëngjes ti. Po që më pas mund të humbej e drejta e tjerë. Përshëndetje, ose mund të humbej për pak. Mirë mëngjesi, zotëri. Mirë mëngjesi. Ju dëgjoj me vëmendje, na thuaj. Unë kam punu në kooperativë bujqësore. Një pyetje për zotin Kujtim. Faleminderit për emisionin. Po, faleminderit për telefonatën. Edhe i kam pas vitet e plota. Nuk më kanë dalë 81-shi, 82-shi, 83-shi, 89, 90, 91-shi. Më ka dalë pensioni plot. Shtesën 18.000 lekëshit nuk e kam marrë. Pse? Sa pension merrni? Unë marrë tani me gjithë shtesat, që marrë 300 e sa mi lekë, 300 e sa mi lekë. Edhe, më kam punu në kooperativën bujqësore tipit lartë Bushat, elektriqes në oficinë Bushatit. Shokëve të mi nuk kanë dalë, mu nuk kanë dalë. Kam kërku të Albania, të sigurim. Edhe nuk me dalin. Mundet një me më tregu si mund veprej. Po, ja ta gjëmë një zotin Hoxha nëse panorama është e qartë. Konstatimin që ju nuk kini të pasqyruar disa vite punë në kooperativë bujqësore, në ishë kooperativën bujqësore, ju duhet të ndiqin këtë rrugë. Fillimisht duhet të kërkoni rishqyrtim pensionin për të marrë parasysh ato vite që pretendoni. Ata, sigurisht, nëse si kanë, si pas të saj që thoni, duhet të kthejnë përgjigje negative. Pas saj, brenda 30 ditëve duhet jeni të saktë në afatet, sepse të nxjerrja është afateve dhe ti edhe se ke të drejtë, nuk e kërkon dot. Do kërkosh në komisionin rajonal të ankimimit, dhe është një komision i vogël prej 5 veta, në drejtori rajonale, ku ju merrni pensionin, dhe ata brenda 45 ditëve të kthejnë një përgjigje. Nëse e ta zgjidhin pozitivisht, duke marrë parasysh edhe këtë frymën e ligjit 7 të 2025. Okej, nëse nuk e zgjidhin? Nuk e zgjidhin, do vesh në komisionin qendror të ankimimit që është pranë institutit strukturave shoqërore. Është tip gjykate e vogël. Gjykate e vogël, po. Dhe kur ata të kthejnë përgjigje negative, brenda 30 ditëve, ose 45 ditëve, varet si do të shënojnë edhe nga problemat. Betet vetëm çështje gjykate, pastaj. Është çështje gjykate. Dhe nëse i ndjek këto, në mënyrë rigoroze për afatet edhe këto të tjera, e drejta i përfiton që në datën që ka lindur e drejtë. Nuk i më e dja, por sigurisht këtë stresin do të heqja. Do të heqja. Dhe kalvari bje në fakt në 3 apo dhe në 4 që shkallë mund shkonde. Faleminderit zotëri, besoj na kuptuat. Po këtë programe... Respekt. Faleminderit ju përshëndes. Këto programe keni edhe në YouTube, e gjeni dhe pa tjetër, pra që mund i riktheni ta gjoni eksaktësisht çfarë ju sugjeroi zoti Hoxha për ndjekur gjithë ato etapa. Mirë, nuk kemi më kohë në fakt, e mira ishte që të kishim, sepse kam përshtypjen që ka dhe tjera komunikime dhe shqetësime, por do të jemi sërish. Zoti Hoxha, faleminderit shumë, problematikat janë nga më të shumta, interesante, edhe me bonusin edhe të ndryshme, edhe nga ta që mendojnë për 2027, po për 2027 duhet të presim. Duhet të rezervojmë, sepse këto janë synime që ka qeveria. Ka objektiva. Kur dalë dhe këmëja, atëherë mund të flasim që ndryshon edhe të ardhurat, e tjere. Konjunkturat, futemi në luft me lidhjen e mes. Ajo është dinamik. Ajo është dinamik. Eksakt. Faleminderit shumë kënaqësi që të patëm, faleminderit ju që na ndoqët. Mbretëm fund të shtypit ditës dhe ju që ndroni me Report Televizion, miru ta kofshë.